vitet e fundit në Shqipëri, ose edhe gjatë kësaj periudhe në cilën ne po jetojmë, ka disa element, disa patologji, të cilët rishfaqen duke pasur parasysh frekuencën e tyre të rritur, pra një incidencë të shtuar të këtyre sëmundjeve të cilat shfaqen në popullata apo në komunitetet të caktuara, të lokalizuara, siç janë për shembull bruceloza, fruthi apo sëmundje të tjera siç është pertusis apo ajo që njihet si kolla e mirë, të cilat janë sëmundje efektive dhe rikthimi i tyre është një alarm për shoqërinë, do të thosha, pasi mungesa e vaksinimit të baktive, po themi, apo elementeve të ndryshëm të cilët janë virale për ta shpërndarë dhe mos lokalizimin siç duhet nga ana autoriteteve lokale, bën të mundur që këto të penetrojnë në shoqëri dhe pastaj të shfaqin komplikacione tek smurët kronik, tek fëmijët dhe elemente të tjerë të cilët kanë ndikimin e tyre të madh në patologjinë dhe virulencën që ato shkaktojnë.